Nëse ke bler një makinë, ndoshta ke bërë një gabim të madh. 98% e shqiptarëve bëjnë të paktën një nga këto 5 gabime kur blejnë një makinë. Sot do të zbulojmë këto gabime dhe nëse e ke bërë një të tillë, komento poshtë dhe pranoje fajin. Shtrëngoni ripat sepse kjo video do t'ju kursej mijëra euro. Gabimi i parë, besimi tek fjalët e shitësit pa kontroll tek mekaniku. Makina është perfekte, nuk ka nevojë për asgjë. E ka pas një doktor, pastaj e ka përdor një plak, nga shtëpia deri në market shkonte. Ti do jesh pronari i tretë nëse bijem dakord. Në Shqipëri shumica e makinave të përdorura shiten me fjalët e ka pas një plak, por a është kjo e vërtet? Kjo mundet të jetë e vërtet, që edhe mund ta ketë pas një plak, por varet se si është sjell plaka me makinën. E shkuara jon komuniste prodhoi edhe një shprehje mjaft të njohur: beso dhe kontrollo. Ndaj, merre makinën bashkë me shitësin dhe çoje tek një mekanik përpara se të vendosësh që ta blesh. Gabimi i dytë është verifikimi i kilometrave. Shumë shitës dhe blerës shpesh thonë që janë thjesht numra, pasi makina flet vetë për gjendjen që ka. Në fakt, unë mendoj ndryshe. Shumë makina që importohen nga Korea, Evropa, Amerika apo kudo tjetër, me kilometrazh të ulur vinë me siguri, por si mund ta kontrolloni? Përveç se tek një koncesionar, Elektroauto, ekzistojnë edhe shumë platforma online që mund t'ju bëjnë një diagnostifikim të makinës. Shumë shpejt një platformë e tillë po lind edhe në Shqipëri. 24 ABA do t'jetë platforma më e re në Shqipëri që do t'ju mundsojë një inspektim të detajuar të makinës që ju po kërkoni të bleni. Gabimi i tretë lidhet me historinë e aksidenteve. Disa makina duken të reja, por kanë qenë totalisht të dëmtuara dhe pastaj shiten si të reja. Mos u mashtroni. Kontrolloni historikun përpara se ta blini një makinë. Shikojeni me detaje pjesën e jashtme të makinës, a është çdo gjë në simetri, a ka dëmtime serioze në shasinë e makinës, a ka dëmtime në strukturë dhe a ka mbushje me stuko. Gabimi i katërt lidhet me çmimin. Në tregun shqiptar gjithmonë ka hapësirë për ulje çmimi, por a e bëjnë blerësit këtë? Zakonisht, shohim njoftime të tipit okazion, shitet për arsye emigrimi, mos përdorimi e të tjera me radhë. Por në fakt, një makinë okazionale duhet parë me më shumë vëmendje, pasi nëse unë jam shitësi dhe them se po e shes këtë makinë me këtë çmim, sepse për shembull jam shtuar dhe është e vogël dhe më duhet një makinë më e madhe, atëherë pse po e shet sot? Nuk kishe ngut, kishe 9 muaj për ta menduar dhe për ta shitur. Nejse, gabimi i pestë është kontrolli i dokumentave dhe gjobave. Shumë makina shiten me dokumentat pa qarta, me borxhe ose me probleme të ndryshme. Ndaj, shko dhe bëj aktshitjen pranë një noteri që nuk e njeh asnjëri nga ju, ose më mirë akoma, shko në drejtorinë e transportit rrugor dhe kryej procedurat e aktshitjes aty. Po ti, a ke bërë ndonjë nga këto gabime? Shkruaje në koment. Mos harro të bësh like, subscribe dhe na ndiq për më shumë video të tilla.